ndërkohë shikues të emisionit Këshia Show, mi se edhe në emisionin tuaj dhe tunin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na përkrahën dhe na shkruajnë në komentet edhe në mesazhe private. Faleminderit që na keni shkruar dhe gjithmonë na jepni përkrahje. Për këtë jemi mirënjohës shumë. Faleminderit edhe sponsorëve tonë, Aboza Elektro Group, që bën instalimin elektrik në objektet tuaja. Gjithë ju që dëni me pas një instalim të mirë, domethënë sigurt në objektet tuaja, lajmëroni tek Aboza Elektro Group në Facebook apo në numrat e telefonit poshtë ekranit që po besoj që regjia po i çet tashmë. Është model Slovenia. Gjithë ju që dëshironi me pas banesën në ëndrat tuaj, shkoni vizitoni model Slovenia, gjendet me zyre, me lokale fizikisht në fushë Kosovë dhe ka banesa me cilësitet shumë cilësore dhe me çmime shumë të lira. Faleminderit shumë model Slovenia, si dhe është KS Grupi ai që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme. Do të gjejë pas janë sponsorëve duhet faleminderit shumë. Ju rikthehemi temës që e kemi për sonte. Sonte përsëri do të flasim për një temë të ndjeshme, por para se të ftoj mysafirët, kam një disa fjalë për ata që shkruajnë mesazhe dhe për ata që vinë këtu në studio televizive. Desha t'ju bëjmë dije që emisioni Këshia Show e kam ritheksuar shumë herë, domethënë nuk përfaqëson qëndrimet e mysafirëve këtu që janë dhe gjithë ju që vini dhe prezantojnë në këtë emision nuk është e detyrueshme të çoni mesazhe përçuese apo vetëm ta shfrytëzoni hapësirën tonë për të shohur apo për të fyer njerëzit. Gjithë ju që domethënë e keni këtë hapësirë, mos e keq përdorni, duke ardhur këtu duke folur vështirë, mandej duke thonë tjera fjalë në organet kompetente. Faleminderit shumë, dua të gjitej për gjithë ata që i kemi mysafir. Sonte do të flasim për një temë thashë më herët, shumë të ndjeshme, do të flasim përsëri për rukjet, por do të flasim me një hoxh tjetër, që është mik i emisionit tim. Ai ka qenë edhe më herët, është hoxh shumë i njohur, është imam në xhamin qendrore në Velez. Me neve sonte është hoxh Nesim Demiri, mi prismi me dorë të gjitët më. Selam aleikum, selam. Mi se erdhe, faleminderit shumë, dorë të gjitje pak për hoxhin se më vjen sa herë ftoj, faleminderit shumë që erdhe hoxh. Ju gjithashtu faleminderit për ftesën. Po besoj që javën që shkoj e kemi pas një temë mjaft ndjeshme dhe ka bërë bujë shumë emisionin, është ta ke pas ku se e di që i angazhuar shumë me po emisionin. Po, gjithmonë jemi të angazhuar, po jemi ndëgjuar edhe ne për këtë ngjarje, më vjen shumë keq që ka ndodhur. Si ndihet ti si hoxh, domethënë kur i ke po? Zakonisht ne gjithmonë e kemi një parim kryesor, edhe ajo është se të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar dhe gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Në çdo profesion ka gabime, po edhe në profesionin e xhallarëve është e mundshme me ndodhë ndonjëherë gabim. Mirë po, gjithë e dinë se puna private jetë punë private dhe nuk e debatojmë dhe e lajmë organet ta shtjellojnë vetë edhe të shkojnë deri në fund. Mirë po, ne gjithmonë i këshillojmë njerëzit që të kanë kujdes në këtë drejtim, sepse është një emanet. A i ndje o xhallar në fjallë, a i nje? Po, i njo, edhe një anë qetëri një. Çfarë mendimi ki domethënë për hoxhën Fejm Dragusha që ka qenë këtu në emision? Po, një, në Zvicër kam qenë njerë mysafir në xhamin e tij, kam një gjërat, më ka pritë shumë mirë. Mirë po, them se çdo herë ka gabime, njerëzit bëjnë gabime dhe se gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet, ai i cili kthehet mas prej gabimit. Që kjo është një parim kryesor në Islam, sepse ne e dim gabimi i parë i cili ka ndodhur në historinë islame në mes djemve të Ademit alayhis salam, Habilit dhe Kabilit, është xhelozia dhe se vrasja ka ardhur drejt e vrasje për shkak dy motrave binjake që i kanë pas, njëri ka ndodhur me ndru, është deshti ndrojnë, edhe Kabili ka dashur binjakën e vet. Rregulli ka qenë ashtu, mund ndruan, mirë po përfundimi ka qenë vrasje edhe kjo është gabimi mëkati i parë i cili ka ndodhur në tokë, pasi që Ademi alayhis salam ka qenë pejgamber. Mirë po nëse thojmë, njeri është gabimtar dhe duhet me marrë mësim për gabimeve, mos mi përsërit, sepse do janë skandale dhe gabime, për të cilën kanë dëmë jo vetëm personat në fjalë, po edhe më gjerë. A keni mesazh për gjithë ata rukjegjit, domethënë se më kanë shkruar shumë që ka dhe raste të tjera që domethënë kanë se rukjegjit, po domethënë po keq përdorin domethënë pacientët. A keni ai mesazh për gjithë ata që keq përdorin pacientët? Në çdo herë këshillat që i kemi dhënë rreth rukjes dhe mënyra e trajtimit pacientëve, mënyra e trajtimit posaçërisht gjinisë femërore,
Serë kemi thonë duhet mi plëcu kushtet, edhe me pas kujdesën. Normal, në çdo punë gabohet, ndo gabimi. Mirë po, këshilla jem është gjithmonë me pas kujdes, për shembull një femër cila vjen për mu trajtu për rukje, duhet të ketë shoqërues. Në gjuhën arabe thonë mahrem. Dhe kjo në shariat është shumë e njohur, se ajo nuk guxon me shku mu shëruan pa e pas një shoqërues, pa e pas një njeri të afërm, baba, vllavi, migja, daja, çdo kohë dikush i afërm i familjes, i cili e shoqëron, edhe kjo është më sigurt është për mos me ndodh ndonjë skandal. Se ne dimë se njerëzit janë lakmitar. Vërtet. Lakmojnë, mirë po këshilla jonë është gjithmonë me pas kujdes edhe këtë punë me marrë me shumë përgjegjësi. Pa, ke pas raste të tilla për shembull që të kanë anku ty në rukëgji? Po, kam pas. Për shembull edhe për rukëgji në fjalë që në përgjithësi ka pas raste ku janë ankuar, janë trajtu keq, edhe janë ngacmu, mirë po, në gjithmonë... Janë ngacmu dhe seksualisht? Po, me siguri, ka pas edhe raste që janë anku. A kina e rast dhe më thonë specifik? Po, një rast në Shkup, nuk du me cekë, ajo është punë private, është gjithmonë kemi thonë, ku një grue Gjermanisë, të kështu jam keq trajtu të njëri që ka bërë rukje, nuk po mërë me që është hoxhaj, po është vetëm rukëgji, edhe është keq trajtu aty, mirë po ato janë tërheqën edhe kanë hecën edhe në vetëm mund të a është mënyra kështu në këtë mënyrë mund trajtu të është, kjo është gabim është, kjo është shumë gabim. Se qka ka tentu me prejka je? Po ka tentu do me thonë me ngacmu, me thonë seksualisht ose kështu me radhë. Mirë po, njeri ndershëm nuk i bën këto gjana. Ne kemi thonë se për me qenë rukëgji sigur që duhet me ditë se kjo është emanet. Kjo është përgjithësi. Është përgjithësi para Zotit dhe emanet para njerëzve. Po shpeshherë kemi pas raste edhe kur kanë thonë që domethënë ata që janë me çrregullime mendore apo kanë çrregullim personaliteti, pse me vizitu një hoxhë, bën me vizitu një psikolog, e sonte e kemi ftuar na e kemi edhe një psikolog mysafir. Parimi jonë kryesor në shërimin me rukje është nëse personin në fjalë, kur vjen mu testu, nuk reagon gjatë leximit. Edhe ne kemi theksu këtë edhe në emisionet e kaluara, po. Emisionet e kaluara, kemi theksu se nëse gjatë leximit, gjatë trajtimit domethënë me rukje, nuk ka ndonjë reagim, nuk ka ndonjë lëvizje, nuk ka ndonjë shqetësim, ose është rast psiqik. A ftoj Edhe ne gjithmonë e kemi thonën, jo, duhet mu drejtu te A ftoj për psikologun, e shumë se si e ai këto. Me neve sonte është psikologu jonë i njohur, ai është psikoterapist te klinika Anima, është Naim Telaku, më prishmi me dorë të gjitje. Në se jela, falënderoj shumë. Dorë të gjitje edhe pak për Naimi ta relaksion muhabetin. Falënderoj shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Si jeni? Mirë, faleminderit. Po besoj që ke dëgjuar edhe ti Naim për këtë temat e javës kaluar që tashmë po bënën top live. Nuk po kemi kohë me përcjell shumë. Por ne kam dëgjuar se këta që bojnë rukje, domethënë hoxha dhe hoxha sapo tha që nuk kanë patjetër gjithë ata që bojnë rukje hoxhallar, u me qenë edhe vetëm rukjegji. Ne kemi punë domethënë me persona të ngjashëm, shumë njerëz që bojnë rukje vinë tek neve, ka të tillë që vinë te na dhe shkojnë domethënë pastaj për me bërë rukje. Që domethënë unë ka rënë punën tam që punoj më shumë se një dekadë me klienta, me pacienta. Më ka rënë shumë raste me ndëgju për ndodhit kësaj natyre, kështu që si fenomen nuk është diçka e ri. E vërtet. Kam dëgju gjona nga më të ndryshmet, kam dëgju gjona Çka është ndonjë që të kalon përshtypje që e vlen me u përmend? Qësoj natyre ka të lashe edhe në familje, edhe në vendet ku domethënë plohen e rukjet. Për shembull, ka rënë shumë raste me ndëgju ku fëmiu 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet, e ka një të lashe, çfarë do qoftë, ka po ëndra të këqija, është stresu, është friksu vazhdimisht, edhe është që atje një gjysha, një holla, një doja, dikush që ja bën të ka hi shejtonin trup. Edhe kjo e traumatizon fëmijën. Ai ka pas do të lashe të vogla, kur ja thut që ti, domethënë ai mas ne ka një traumë kogjatron, edhe shkon ty përkeçu gjendja vazhdimisht. Mas ne ka raste kur janë të ardhur klientat e na, të marrë trajtim, të përmirësu, të ndryshu për ditë,
Po prap dikush të shtëpia atë ja bën ti si për psikolog, stimon ai kur gjë ti duhet me shku te hoxha se ti ki punë me të shkrume me të prejme, me të shkelne, me gjin, me shejtan, me çka do të qoftë. Se i përket trajtimit prej personave të kësaj natyre, megjithëse unë kam qef me mendu që edhe trajtimi që bëhet prej personave religjioze është i dy formave, është trajtim profesional, që është tamam veç këndimi i rukjeve, profesional po mendojnë harmoni me doktrinën islame, këndimi i Kuranit, edhe ka të tjerë masne që shkojnë krejt në tjera mënyra të trajtimit. Ka për shembull në Kosovë trajtues të kësaj natyre, që i bën 20 njerëz brenda një dhome, edhe i shtin forma të ndryshme të transit. Trans, domethënë i shtin me humbë dijen, është një lloj hipnoze llojit vet. Masni ka raste të tjera ku bashkë me rukjen ka goditje të formave të ndryshme, gjoja për me nxjerr jashtë gjinin, demon apo çka do të jetë. Ka domethënë forma të cilat A besoni ju psikolog këtu? A besoni ju në tu që po thon? Jo, nuk do me thonë psikolog me konë të njëjtë në këtë pikë. Do me thonë ka psikolog që besojnë, ka psikolog që nuk besojnë. Unë e besoj Kuranin. Besoj që Kurani është libër i shenjtë. Besoj që gjithçka që shkruan në Kuran, do me thonë, është e shkruar me inspirim të Zotit. Edhe në Kuran janë të cekuna edhe magjia bardh, edhe magjia zez, edhe ekzistenca gjinve, do me thonë, krijesave. Po shkenca, do me thonë, e ka vërtetu botën e për teme? Shkenca, do me thonë... Apo dimensione tjera paralele? Stopin e parë, shkenca ka që se pranon shpirtin. Gjitha këto çështje për cilat po flasim janë komunikime përmes shpirtit, janë shpirtore. Shkenca thotë s'ka shpirt. Psikologjia thotë s'ka shpirt. Psikologjia thotë që gjithçka që na kemi, s'kemi, mendojmë, besojmë, ndjejmë, çado që kemi, është rezultat i materiales brenda neve. Na i kemi një 100 miliard qeliza në trunin ton, ato komunikojnë mes veti, çojnë rryma elektrike, çojnë kemikale e tjera, edhe çdo menim i yt, çdo ndjesi e jotja, çdo ndjenje e jotja, edhe besimi, edhe trauma, edhe depresioni, edhe skizofrenia, është rezultati i onës materiale brenda teje. Me fjalë tjera, kur sipas mendimit shkencor psikologjik, kur do që njeri ka një problem psikologjik, çfarë do të qoftë ai, gjithmonë është rezultati i përvojës që ka pas personi, situatat e rënda për të cilat ka kalu, traumat për të cilat ka kalu, abuzimet plus gjenet që i ka. Shkurtimisht, psikolog, nëse një njeri nuk gjen shërim tek ju, hipotetikisht po them, për marrë si pyetje, a i këshilloni, a i keni pas rast kër i keni këshillu me shku të hoxha? Jo, nuk kam pas rast me këshillu me shku të hoxha. Nështë në shumicën absolute të rasteve personat që qëndrojnë mbrapa trajtimit të na, kanë rezultat. Mirë po, ajo që kam bërë është që kur do që ka orë një klient të une, edhe ka thonë une shkoj edhe të hoxha, kur si kom thonë më shkoma. Nëse është të shku të hoxha, vjen edhe të une në asë unë mbështes me vazhdu me shku të hoxha. Bravo të ardhëgjitje, kjo do më thonë një psikolog, për e të porë që se zakonisht psikolog janë kontra kësoj. Puna psikologut nuk është me kallëzu klientit çka me bëjë, çka mos me bëjë. Puna psikologut nuk është me kallëzu klientit çka me besu, çka mos me besu. Nuk është puna psikologut me kallëzu klientit çfarë vlera do të me pas. Puna psikologut është me mbështet klientin çato që beson. Po. Përndryshe, peshtoj edhe që to është shumë kontekst pyetjes, në aspektin psikologjik, në aspektin e shëndetit mendor, në aspektin e problemeve, depresionit, ankthit, çka do të qoftë, besimi ndihmon. Domethënë me pas një besim të mirëfillt, me pas një përkitje të mirëfillt në besimin tonë, që nën kupton me bë ceremoni fetare, unë mendoj që nëse njerëz gjatë krejt Ramazanit i kanë bërë ceremonit fetare bashkë në iftar, edhe në qu krejt familja bashkë në syfyr, edhe e kanë shiju krejt bashkë bajramin, ai ka pas efekt pozitiv në shëndetin mendor. Do me thonë, përkitja mirëfillt në besim, lidhja me univerzalën, lidhja me hynorën, pa i thonë trajtat caktume, cilin besim çka do të qoftë, ndihmon edhe përmirëson shëndetin mendor. Është një lloj optimizmi i llojit vet, është një lloj higjiene pozitive, do me thonë e llojit vet. Po. Hoxh, çka po kalojmë tek ti?
A ka pas raste kur e keni këshillu ju me thonë domethënë si për mua shko te psikologu? Po, ka pas rastin fjalë, kur pacienti, i cili ka ardhën, nuk ka pas reagime gjatë leximit, ne këshilloj kemi thonë, shko te psikologu, se këtu të na nuk jetu reagu. Edhe ne si çdo njeri i cili është dashamir, edhe është i sinqert në këtë punë, asnjëherë nuk e kish keq përdor dikon, e mi thonë, rriti këtu si jetë të une, për të une. Po, ne e shohëm rastin konkret, se gjatë leximit nuk ka përmirësime, nuk ka reagime, edhe kjo neve na shtin me orientu dikun tjetër, ku me siguri dhe gjeje dhe atje, me thonë, do një lloj shërimi. Kështu që në disa raste ku e kemi pa gjatë leximit nuk kanë pas reagime, e kena thonë, vlla ti nuk i për këtë punë, shko provoje te psikologu. Ndoshta në shumë rasteve se cilat i kemi dërguar kanë pas edhe përmirësime. Unë më kujtohet një rast, disa shok e prunë një rast edhe unë e testova, i thash atij, pasi që u përfundu, thash, vlla, thash, ky nuk është për te une. Thash, hajt provone, thash, qënë e psikologu, e këshin provu, e këshin dhënë da hapa, kur për më zetë, thash, këthy normalitet. Pa thash, kjo është ajo që ka neve na duhet. E vërtet, bashkëpunimi. Bashkëpunim. Se nëse personi nuk ka reagime gjatë leximit, ai tregon se nuk ka asgjë në trupin e tij. Nuk i përgjigjet domethënë leximit. A me kon se ka reagime, atë ne i thojmë ti je për këtë punë, po edhe më këshilluan me psikologin nuk na pengon. Gjithmonë i kemi thonë, kom shku te psikologi, ku marr këshilla, ndoshta më ka dhënë da hapa për mu qetësuar ose diçka, hapa qetësuese i merr vetëm në momentin kur ki krizat mëdha. E vërtet. Mirë po, nuk është marrë kur është i se edhe hapa ti ne dimi se çfarë ndikimi negativ kanë. Edhe gjithmonë i këshillojmë. Sa të mundi keni kujdes. Po në momenti kur je shumë në krizë, edhe ke shumë shqetësime dhe mundime, atëherë mirë është të përdorë edhe hapin. E vërtet. Kështu që kjo e çka huj konkretisht duhet me pas një huj apo një njerëz që do të më morë me rukje, apo me qenë rukjegji, për shembull. Ka specifikat e veta, jo çdo kush mund më konë rukjegji, për shembull. Po, nuk mund gjithkush më konë rukjegji. Normal se dietarët i kanë caktuar kushtet për më konë një rukjegji, mas pari duhet me qenë kompetent për këtë punë. Me thënë duhet me qenë profesional. Kush është personi i cili është profesional? Personi i cili ka diplomu i cili në këtë drejtim. Nuk mund të gjithkujmë ju në teken, tash unë pim pazar, po bëna rukjegji. Se ti nuk din me komuniku me atë person. Ti është e mundshme me keq trajtu. Për ata kemi thonë, personi i cili e ka kry shkollën, ka kry fakultet, edhe është specializuar në këtë drejtim, është kompetent, pastaj vjen qëllimi i mirë, edhe sinqeriteti me klientin që vjen, taj pa keq përdorime, e kushti i tretë duhet personi i cili do më morë me rukje, duhet t'i dija jetit për katëse. Edhe mama kryesore është me qenë i devotshëm në këtë drejtim. Pastaj duhet me qenë thirrës në të mirën dhe ndalues për të këqijave. Ti nëse personi nuk e orienton ka e mirja dhe nuk e nxit për me bë mirë, edhe ti e keq trajton, ai çfarë provoj ka me pos? Ka me pos provoj të keqe. A njëse ka me thonë, nuk më ndihmoj ky. Ky është më keq trajtoj. Ose mbas kësaj ka prapavija tjera. A ka për shembull ose më fal që po ndërpesoj. A ka ose për shembull kur rukjegjit e kanë përbuz këtë punë, ta themi me një fjalë kanë përbuz dhe janë marrë me magji të zeza për shembull. Kanë shku për shembull një çift atje dhe mbase mi bohajr i kanë ndau krejt në mesvete. Po ka pas raste ku ka grupës një ose persona disa që i pretendojnë bëjnë rukje, po në njëjtin kohë bëjnë edhe se hire bëjnë. A kina e rast specifik ti që? Po, nuk kam rastin specifik, mirë po kam dëgjuar nërvesh, se dikush të shkeshte një hoxh, edhe ai vend për shembull me këndu për shembull rukje, shumica e njerëzve ndoshta nuk e kuptojnë çka do të thonë rukje. Rukje është mbrojtje, strehim, shërim prej sehireve, prej ngacmimeve nga bota e gjinëve, prej mësyshit, prej hasedit, prej smirzis. Këto janë smundje kryesore.
nëse ky person nuk është në gjendje me të ndihmu, me t'i largu këto gjana, ose të bën se hire, të shkruan hajmalia, ose komunikon me botën e gjinëve, lip ndim pe atin. Që hajmalia dhe më unë nuk është për më shërua? Hajmalia nuk është për më shëru. A e hu që shkru në hajmalia dhe ta gjunë me një kontë ujë 10 litra? Jo. A i shka shkru në hajmalia, djetarët janë dhanë dy mendime. Është me spjegu mendimi i parë, ku vetëm shkruat Kur'an. Nëse në atë hajmali, ka shenime vetëm ajetet Kur'anit. Disa djetarët e kanë leju, disa rrepsisht e kanë dalu. Grupi qëtë, mendimi dytë është, ku nëse në hajmali, shkruhen përveç ajete, shkruhen edhe shkronja magjistarve. Janë do libra special ku magjistarët mësojnë për aty, shkruajnë janë numra, janë trekonshe, janë disa figura që shkruan. Po, simbole. Këto simbolizojnë kërkim mbrojtje nga bota e gjinëve. E këto janë këtë sehire, në këtë rast djetarët e ndalojnë rrepsisht, këto shkrimet për shkak se këto janë sehire. E qka du të me po të veç me kënu kura? Duhet vetëm mi kënduën ajetet përkatëse që ka në pirukjes, me konë se ka reagime, mirë, me konë se s'ka reagime, e orientojmë tek psikologë. Të psikologë, se unë e kom po, psikologë, e kom po, dëmonë e kom po sana për emisione, sana për e kom të gjuhë dhe kështu gjatë biseda që kam full në telefon, të ke 50 e modhe e 20 e vugja, për ajmalija. E thashe a lejuet, se e modhe e shko që shtrajt. Jo, ajmalija nuk lejon në asë një menjë. Ajo është mendimi jam. Sigur më kona diplom fakultetit. Po, mendimi jam në këtë drejtim, është rëtësisht më ndalu, për se shkrimi hajmalijave e qënë njeriu deri tek besimi se hajmalija është e cilja e ndihmon e jo Allah. E për këtë shkak, unë mendoj se është mendimi personal edhe i takoj mendimit dietarëve, pse rëtësisht ndalohet shkrimi. E vërtet. Bravo, do na të gjitje për uzet. Psikolog, çka a kishe këshillu hoxhën ti me orë me bën një vizitë ti fol, a ti me shku te ky? Tash ndoshta tingëllon pak e çuditshme, po mu më ka rrodhë me trajtu edhe persona që janë imam, që janë hoxhallar. A mundesh me cek në një për ty? Jo, normal që jo. S'po dhe se janë konfidenciale, po. Gjithmonë janë konfidenciale. Do me thonë, më bjen me trajtu njerëz që falen rregullisht, që në besimtar në kuptimin e plot fjalës. Kështu që... Me siguri ti ishe besimtare praktikus? Jo, nuk jam shumë praktikues i besimit, po me besu besoj. Provoj me pas besimin të bazuar në Kur'an, do me thonë e kam lexu, provoj për atyt me marrë informacion, jo shumë prej burimeve të tjera. Do me thonë, ka plot raste kur ndihmon shumë edhe tek personat që janë tamam të devotshëm në besim. Unë mendoj që unë mu pak kom hulumtu, do me thonë, edhe ka njerëz që kanë bërë dhe doktoraturë në egzorcizëm, do me thonë në kontekstin islam, po, në shërimin përmes rukjeve dhe të ngjashmeve. Gjithmonë qëllimi për me largu qatë magjinë e zezë, ose për me largu ndikimin e gjinëve, ose ato që besimin që gjinët janë trupet e tjera. Edhe këta njerëz, për shembull, e cekin një rast, do të thonë një lloj citimit të pejgamberit, do të thonë të pejgamberit Muhamedit, ku një rast shkon një grup për fëmijën e vet, edhe i cili ka qenë të vujt në aspektin emocional, në aspektin shpirtëror, edhe i kërkon ndihmë. Edhe ai thotë që unë muna me të ndihmu me i kalu kjo vujtje fëmijës tanë, po kjo mundet me konë sfidë prej Zotit. Që i bjen që nuk e sheh sikur të pushtum patjetër ose prej gjinëve ose prej magjisë, se çka do qoftë. Që do me thonë një diçka që rrjedh prej vetë pejgamberit, pranohet që mund me pas edhe problemet kësaj natyre që nuk janë domosdoshmërisht prej botës së padukshme, prej gjinëve çka do qoftë. Mas ne këta që janë, që thashë që kanë doktoruar në këtë fushë, që njohin shumë mirë, që e kanë hulumtuar shumë mirë, llogarisin që prej problemeve mendore, domethënë 10 deri në 15% e tyre me pas gjenezën të kësaj natyre. Të tjerat janë domethënë probleme që vijnë prej aspektit psikiatrik, prej gjeneve, prej disbalanceve
në neurotransmiter, në kemikale që ka do që i kem, edhe që vinë prej jetës vështirë, që vinë prej të lashave që kryesisht Po ekonomisë, po kushteve sociale ekonomike. Kushteve sociale, ma shumë do me thonë prej lidhjeve jo të mira me prind, si fëmijë, prej trajtimit keq prej prindërve, prej disa raste abuzime, trauma e tjera do me thonë që janë qësoj natyre që mujnë mas ne me sjellë probleme psikologjike. Hoxha, ke pos rastin ai psikolog? Haj. Po, Se ke pas ka pos rast? nuk më kujtohet konkret, po kum pas i profesione ndryshme që kanë ardhur, kanë vizitu, e kum trajtu, më duket se është një psikolog i cili Pa i knu rukje, do me thonë, nuk mund e dhe a kjo kohë diçka, apo ju? Ja, pa i knu rukje. Se thash me dita kena unë psikolog i sonë të nësana ju. Ja, nuk mund e shefe. A i cili pretendon një gjatë tjera, a me siguri ka me një dimenzion tjetër, i cili pretendon se kjo ka, s'ka, kështu me rallë, kjo është absurde, nuk pranohet në këtë mënyrë. Përveç se pa u testu, sigur që thëmë, kur të shkon ankosh të mjeku, mi thëmë pinë telefon, më dhamë këtu, më dhamë aty, mjeku të zëtni, eja këtu, ti bojmë analizat, ti bojmë gjizimet, edhe pas ta e shofëm se qka dajë. Po, që ti me nëngderë, po. Po, edhe ne ashtu gjithmonë i thëmë njerëzve, si pas simptomove, shenjave, dhe me thonë shka një spikon, dhe me thonë pacientin, i thëmë, duhet njerë me arë me jo testu. E konë se ju reagoni gjatë lezimit dhe dhe kini. E konë se nuk kini, mirë po, në pas shenjave, mujnë me thonë që parafërsisht janë këto shenjat prekjes, mirë po, do njerë, zdo me thonë që është i prekur, po ndoshta është ka problem si qik, dhe na e drejtojmë ati ku e ka vend. Po, e dolmi tek një tema, rikëthemi përsëri tek tema që kemë sonte, po dolmi pak tek një tema dhe ma ndjeshme. Një histori të shkurt. Po. Do me thonë në spitale, ku trajtohen njerëz për smundje, tamam, do me thonë kështu fizike, mjek t'u ja qutë terapin pacientit, qoftë për dhimë, qoftë për çka do qoftë, e kanë vrejtë që në disa raste, edhe kur pe gabojnë terapin, po pacienti po menon që pe merr terapin e vërtet, po ka përmirësim. E vërtet. Edhe çka vendosin me bën mjekët, janë nisin me dhon pacientave terapi të rajshme, kokra të rajshme, janë veç miell, ose sheqer, ose qështu diçka pa kur farë përmbajtje medikamentoze. Edhe mas ne, pacientat kanë përmirësim. Me thonë, edhe pse ka morë veç miell, nëse e ka për kokdhimbje, men pak pyet, nëse e ka për bark, men pak barku, edhe ti mjekësi njëhet sikur efekti placebo. Me thonë, kur ti beson diçka, mas ne ka efekt. Në disa raste, në shku qaq larg, ka pas për shembull pacienti një dhimbje konstante në kom, edhe i kanë thonë ty do të më ta operu patjetër komën, e kanë sin anestezion, edhe veç ja kanë fashu komën, veç ja kanë lidh, kur farë operacioni s'kanë bo, i ka dal anestezioni, i kanë thonë ta bënëm operacion, i ka kalu dhimbta. Edhe sa ne i fundit që po du me thonë, është që kur ti për shembull e jep që placebon, që të borin e rajshëm dikujna, do me thonë, sa ma shtrajt që i kushton, ma shumë minimon, sa ma modhe që o kokra, ma shumë minimon, sa ma largë që shkon me blej, ma shumë minimon, për shka është pjesa interesante është që këtu bona, do me thonë, ti kur i pin, ato i kanë edhe atë listën e efekte avansore, që mujnë me të bo keq, efekte negative, për pas efektit primare. Edhe kur dikush e merë që të placebën, bojnë e rajshëm, hinë internet i lexon efektet avansore që mund me i pas, ja nisë me i pas edhe që ato efekte. Për shkak që beson që ka me i pas. Unë po menoj që në disa raste, kur njerëz e kanë qëtë besim, e kanë qëtë bindje që nëse ka diçka, kur të knohet rrugja, ka me pas qëtë reagim, s'po du me thonë se cilin rast, po mund me pas raste, për shkak që ti besimi, edhe pa pas njeri domosdoshmërisht. E vërtet shërohet. Preket, ju shërohet. Po me pas se hoxha po thot, kur knohet rrugja dhe personi reagon keq zakonisht, reagime dridhje në trup. Dridhje, do me thonë... Hum vetdijen dikush. Bash, alivanosje, djen goditjes, disa raste edhe të vjellë. I dridhën duart, i mpijen duart, mundime, vjen me vjellë gjatë leximit. A dolmi tek një temë pak ma... Vetëm do shta ta plotësoj, pasi hinom do me thonë këtë temë. Se kemi një mësafer për. Po, në paradisa viteve, isha në Zvicër, në Zürich. E më thirë një person, e kam thët gjyshën, do me thonë nënë e grujës, në spital.
I dhem lukëthit atë shumë, thët, qka mjekët që një javë nuk i gjenë shpetim. Asë suljanalin dhimbjen. Thash uaj në regull, thash edhe merëm, thash edhe shkojmë direkt në spital. Thash ka mundësi me trajtu aty në spital une, pse ishte e lejushme me trajtu mu. Tha po, është një dhomëse speciale aty, tha, e pronën atë grujen, 20 minuta i këndova. 20 minuta i këndova rukje, veç ja prejka lukëthin. Thash apo të dhenë? Tha jo. Tha shtiri mjekët. Edhe ta shtiri mjekët kalzoj, thash se nuk është puna e mjekët. Kjo është punë se hire. Edhe më kujtohet i njëjti rast, para një vjetë dy prafërsisht, ku një person qeter arti une, e aji ishte taku, e gruja ishte taku me atë grujen bashkë. Ishin kanë me njëjtin punë, edhe aji kishë kalzu njëjtin rast që ajo, thët, pjatër që të une jo ma e qetë në lukëtin temë. Kjo do me thonë se do një herë, me të vërtej është puna për mu shëru me Kur'an ose me rukje, se sa me shku të mjeku më mërvesh. Me kanë se mjeku nuk i gjenë rukdalje, atëherë duhet me përvuar në këtë mënyrë. A dalmi tek një time e ndjeshme dhe tek martesa, se shpesher një kritiku jo hoxhallar, dhe më thonë edhe feja shpesher kritikuhet, a lejohet me marrë 2 grava, 5 grava. Para se me trajtu temën, kësha dosh me thirë edhe avokatin, që është edhe me ki emisionit tim, është edhe avokatin imi personal, që gjithmonë sa herë ftojmë na ai vjen, gjen ku edhe me ardh. Është Gjevdet Smaki që jemi presim me dorë të rëgjit. Hajde avokat! Në nëllë ambi se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Afro pak ma kojshi, avokat. Se dhe qështë këna lonë si në qësh. Ja avokata, da? Se mas i mini me drejtësi, kini qenë me nejtë drejt pak. Faleminderit shumë që erdhe. Mirë se ju gjetëm, avokatat gjithë qendër janë. E vërdet, qendër vëmendjes, a kështu? Të vendimeve. Shpesher, dhe më thonë, po akuzojnë o gjëllarët edhe po akuzojnë fejen që në më lejohet me morë qikën e mingjës, lejohet me morë 2 gra, me pas 3 gra. Si është me përcaktune me ligjë, avokat? Andalohet bigamia? Po, është kjo rrethon, apo kjo detyrë jetësore qytetarëve të Republikës Kosovës, është rregulluar edhe me kodin penal të Republikës Kosovës, pra është ndaluar me martesa me në lidhje të gjenisë së gjakut. Është ndaluar me të mitur, mandje martesa e 2 fisht pra me zyrtare që bëhet me ofiçaritë e komunave tona, është ndaluar se edhe është vepër penale që quhet bigamia dhe është sankcionuar deri në 3 vjet burgim. Bele, në gjatë karrierës jo shumë gjatë si avokat, e kom pas një rast të tillë ku një person ka bërë 2 certifikata të martesës. Ka hungur burg? Për gruën dytë? Kam sugjeruar që ta shpallë të pavlefshme njërën, po është jashtë jeton. Ka shtu për burgi, da? Nuk lejohet, pra, sepse është mashtrim dhe falsifikimi të vërtetës, pra paraqitje e rrem, dhe nuk lejohet, por mund të ketë rastet e tilla. Ndërsa sa i përket çështjeve tjera, korniza ligjore e Kosovës është e ndërtuar. Tradhtia për shembull? A vepër penale me trahtu njërin? Jo, në nenin 69 të ligjit për familjen është përcaktuar që është detyrim përveç jetës së përbashkët faktike, që është qëllimi kryesor i martesës, atje thuhet se besnikëria është kusht dhe në qoftë se thehet besnikëria bashkëshortore është kusht për shkruarzim, pra përveç rrethonave tjera. Do tradhtia vepër penale, a? Jeta pa dërueshme për shembull ose tensionet apo si më thon mos A është vepër penale tradhtia, avokat? Jo, vepër penale nuk është, por është rregulluar si besnikëri. Pra një ndër detyrimet themelore të çiftit është që të jetë besnik ndaj njëri tjetrit dhe në thyrja besnikërisë, pra i bie tradhtia, është shkak për shkruazim, nuk është vepër penale. Nuk është vepër penale. Do të bëhet me procedurë kontestimore ose me marrëveshjen e, për shembull, unë kam koxhador. Do ligji po thej ka po bën me pos dashnore, a? Ligji nuk e rregullon çështjet e dashurisë. Mirë po, në qoftë se ligji për Kodi Penal i Kosovës në nenin 248 ka paraqosur në qoftë se keni, si më thon, lidhje keni bashkëtuar më shumë se 2-3 javë me një femër apo me një mashkull dhe ka dhunë psikologjike apo fizike, aja trajtohet si dhunë e familje, me qenë se si jurist, unë e shoh të interpretueshme, por Kosova dhe organet tona po e zbatojnë edhe këtë rrethon, që në një farë është rrethon e dashurisë. Pra, unë kur kam pas qenë punësuar në një pozitë drejtor me zyrën auditorit kombëtar,
Ma ka pas bërë një pyetje Aleksandr Olivier, diskutuam shumë se çdo çështje e rregullon ligji, më tha ka një çështje që s'rregullon ligji. Ishte këshilltari dhe kryeministit, thash mendoj që dashuria nuk e rregullon. Bravo, do të gjithë bravo voti. A besoni me se me son telefon pas ka i gjinji po ti dikush. Dalja. Jo vetë të bëj Ej, a beson ju avokatët, do të thonë juristat, a besonin në botën e gjëme? Po tash përveç botës profesionale, kualifikimit që kemi si avokat, na në fundit jemi edhe njerëz, na nuk e kena kriju veten, na ka prodhikuar. Po a beson kurse Unë rrjedh për një familje muslimane, kam pas babgjyshin shumë fetar, bovën e kam fetar, vëllezrit, motrat. Se s'buguzan me këtyr ka hoxha. Jo, unë jam besimtar, por nuk e praktikoj në atë mënyrën që thotë këtë feja islami, agjeroj. Pa e di shon rukja? Me këtë familje, ja, nuk e di. Po vetë dhe hoxha se me vetë. Çka është rukja hoxha se u botim nacionale? Rukja është kërkim mbrojtje ose shërim nga sehiret ose psyshit, prekja nga bota e gjinëve demonëve ose smirëzia, i cila quhet hased. Këto janë 4 smundje, të cilat nëpërmes rukjes, fjala rukje domethënë është kërkimi mbrojtjes pi dikujt tjetër. Mbrojtje domethënë rukja në një farfun me koka Është avokat. mbrojtje, po. Se këta të mbrojnë. Veç domethënë kë mbrojnë. Është me atë lexim u munduat Jo, të ne kemi mbrojt për indikimit. Na shumë polën kundërshtora, këtu në këtë rast nuk shihet apo. Kjo është e volë këtë shtore. Ej, Kjo more është definicioni i more kjo rukjes. të më dol, kjo që drejtë të më dol, mos kona gjendë. Mos. Ja. Është e mundshme, shef njëri nuk mundet të sjellë me zbuluar se është i prekt dhe nuk është i prekt. Me thonë, ne kemi thonë se testimi e tregon vetë. A është i prekt apo nuk është i prekt. Shumica e njerëzve te unë që vinë, prezantojnë, për shembull bie një person tjetër e bë dikon. Edhe gjatë këndimit ai tjetri alivanosët. Se çka më gjeti mua këta, e puna kjo është i smutë, unë u pa. Dhe shoferit janë gjetë. Po, edhe ndodh për shembull ka pas raste Të më kënu mu i bja avokatit fejt. Po rrim për jashtë, se të zonin e kom dëgju pitetet, më trubulloj ke luk, thim vike me vjerë, thash, këto janë simptomet, që kitë ba me se hire. Po tash te Kjo është. kena dallim shpjegime, sepse edhe psikologin e ngova pak sa mujta, drejtësia do të thonë bazohet në fakte, në atë që është e prekshme. Por fajësia apo pa fajësia, pra kur të vinë te fajësia apo fajësia është element subjektiv. Domthon, a ke dosht apo s'ke dosht me kryen një vepër penale, tani është edhe psikologjik. A mos ke pas në rast avokat? Pra, ka raste kur a ke pas aksidenti për shembull, të aksidenti kur kush do më ndodh. Po ka ndodhur pasuja. A Në të vrasjet përgatitesh, ke urrëtie, ke xhelozi. A ka në rast për shembull kur keni dosht me gjet, domethënë shërim me sana te na në monru ke gjithë kështu. Sonë keni kryer punën kështu me jam morë me në gjistorës. Ja, na si avokat, unë nuk i sugjeroj palet, për shembull, që unë përveç institucioneve që janë kompetente, nuk i sugjeroj në aspektin fetare, religjioz, ato janë çështje personale, s'kam kompetencë me i thonë shko te hoxha, apo shko te prifti, tjera. A janë të ndome, mirë po, jeta është, me thonë, është komplekse. Sa do që është institucionale, është juridike, është e rregulluar me norma, prapa është ona shpirtërore që shpjegohet edhe në anën fetare religioze, por edhe te psikologjisë. Për shembull, e dëgjova psikologun, këta nuk e luajnë ta zojmë bazën e themelit të religionit, po siç tha, shkenca do mos ka shpirt. Në fakt është studio shpirtin. Avokat, edhe një pyetje para se më kalu tek hoxha më shpjegoi edhe kë në aspektin fetar martesat, çka i takon një burri nëse gruaja e tij të ndahet pa arsye? Edhe pse e kanë pasoninë e përbashkët, për shembull, ajo gruaja do mundau. Ja, nuk ka arsye tim, në 40 dhe 41 ligjet për familjen, sonë gjithmonë i referohem neneve, të cilat i kena në fuqi si Kosovë, Republika jonë ka ndërtuar këtë sistem dhe atje thuhet që edhe bashkësi martesore, që është më e gjatë se 3 vjet, por edhe te martesa me kurorëzim, pavarësisht apo punon njëri bashkëshort apo nuk punon, e gjithë pasuria e ndërtuar prej ditës martesës, ose prej datës, ose prej kur kanë fëmijë, ndohet një të dytën. Pra nuk është çështja e arsyetimi. Pra nuk mund të merret ta zojmë tradhtia në këtë rast bashkëshortore, si arsyetim se nuk i takon pasuria përbashkët. Pra edhe gratë të cilat nuk punojnë, ta zojmë janë anvise, kur vjen puna te shkurzimi, e gjithë pasuria e ndërtuar gjatë martesës ndohet një të dytën, nëse shkojnë në një procedurë. Gjysara thon po. Po, është e padiskutueshme kjo. Hoxh, si përcakton
feja islame dhe më martesat, a du të apysh me gruën e parë për ta morë dytët? A e kem të obligueshme, se ka pas shumë raste kur kanë thonë, s'ka nevojë me vetë gruën e parë për me morë dytët. Martesa është drejta e burrit. Në këtë rast nuk vetet as gruaja e parë, po është vendimi i burrit, sipas rregullave të shariatit. Se sa herë ti kish vetë burri gruajën asnjëherë se kish leju. Kjo është rregull. Domthonë s'ka nevojë me vetë gruën e dytë për gruë. Ja, nuk ka nevojë. Gruën e parë për me morë dytën s'ka nevojë. Se kjo është e drejtë e burrit. Sipas shariatit, domethënë sipas Kur'anit, sigur që është në ajetin në fund, "Kiu matabel nisaimet tulati ruba", martoni ato gratë, të cilat ju pëlqejnë 2, 3 dhe 4. Po nëse mendoni se nuk keni me qenë të drejtë, atëherë ju mjafton vetëm një. Në cilat raste na lejohet mi pas 4 për shembull. Ta shpjegojmë sonte. Kur ka në rastin kur ka burri për shembull nevojë me pas më shumë si një grum. Këtu është se martesa e ka të kategorijet e vete. Do njerë është e ki fars, do njerë e ki sunat, do njerë e ki mustahab, do njerë është e urrejtur, do njerë është e haram. Ai burri cili e ndin vetë edhe ka nevojë për një bashkëpunëtor tjetër dhe për t'ju ruajtur amoralitetit, atëherë më mirë është më martu. Kjo është sipas rregullave të shariatit. Dhe mos e keq kuptohemi më tash. Po me konë se epshin e ka më pak, atëherë e ka sunet. Po me konë se ka mundësi financiare, edhe ka shumë gra për me rujt nderin, edhe për me rujt për imoralitetit, është mirë me martu 2, 3 dhe 4, kështu me radhë. Po me konë se buri nuk është i aftë në këtë drejtim, atëherë është e urrejtur më martu. Me konë se nuk mundet me plotësu kushtin, është haram. Këto jam këtë kategori ku duhet njeri me gjetë vetë vetën. Mirë po, si pas ajetit në surët në Nisa i cili është, martoni ka 2, 3 dhe 4, buri mundet me zgjellë. Mirë po, ajetin në fund thëtë, nëse mendoni se mundi me qenë të pa drejt, atëherë mjafton një. Nëse ti në aspektin material mundesh mi bë pa drejt, po nuk them se në aspektin e dashurisë, është çështje emocionale, është e pamundshme njëri për shkakun mendon gjys për gjys. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas 9 graj ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse ka qenë lejuar për ta me pas më shumë. Pa mos me qenë i barabartë për 9 gratë? Po, Allah i ka thonë lën testet janë tadi la bain nisa wala harast. Ti s'mundesh me qenë i drejt në aspektin e dashurisë. Kur e ka vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilën grua më shumë e don, ka thonë Aishën. Edhe për edhe ka pas xhelozi. A Aisha për aty tjerë? Ha? U gëzu, ato tjerë i kanë xhelozu. Jese kam një balçari që më interesante dëgjova në ditë tha njëri tha e kish vitë u shtëpia bën ju mi pos 4-5 gra tha njëjtë se ju tha veç na i kena me letra vde. Si kena në shefta. Se di. Demek edhe ju e keni dashnura vde po si keni. E kisha komentuar pavarësisht që aty hoxha i shpjegon me sheratë dhe në vetë jam musliman, po në aspektin e jetës aktuale edhe se si është ndërtuar tash njeriu, se ndoshta në kohën e Muhamedit ka qenë krejt komplet tjetër mentalitet dhe mënyrë të menduarit, edhe ndaj burrit edhe ndaj gruas. Por ka një padrejti shumë të madhe për shkak që të lejohet burrit të marrë 2 apo 3, nuk përmendet fare gruaja ose konsultimi ose dakordimi i gruas parë apo anija taja mirë që po i vjen edhe 2-3 ortoka, që i thojna. Po në aspektin edhe juridik kjo është edhe pamoralshme, është është primitivizëm, edhe pse deri në vitet 99 ose ndoshta edhe më vonë kemi pas raste shumë që tradita jonë shqiptare i kanë kthy gratë e vëllaut kur ka vdekur vëllave. Për shumë rëndë. Edhe në shumë trauna dhe janë shumë primitive. Në kohën që po jetojmë na tash në këtë kohë moderne, merresh vesh me çato të porën, edhe e kryjnë me ta, e merë një tjetër, edhe shkurorzohesh, vazhden me këto, se nuk ka shpjegime ato. Në praktikë nuk mundën me ndodhja për 2 barabartë, për 3 barabartë, s'është e mundur ajo. Me një fjallë e kundërshtoj ligji jo nuk i lejon, dhe mendoj që shoqëria jo, kam edhe një sugjerim, që shoqëria jonë dhe linia jonë është ndoshta shumë më e moralshme për aspektin edhe të arsyes, pra, që
ta ndërpresh me një person dhe ta bash dëshminë tjetër, dhe jo të bash rende, 1, 2, 3, sepse është me të vërtetë është primitive. Sipas rregullave të shariatit, gruaja kur të martohet ka drejt me kushzu burrin. Do më javnon si kusht. Nuk ki drejt me marrë gru tjetër mas meje. O, vetë sa the burri vetës. Do më thonë, nëse eventualisht gjatë kësaj periudhe ndodh, me konë se gruaja e lën qel, atëherë burri ka drejt. Me konë se qatë moment kur tëtë do mu martu me mu potët, ta kur zënë, deri se jom gjallë, ti nuk i drejt mu martu mund. Për në cilat raste është ta specifikë? A që se apet se ka respekt dhe Madje nuk e përmena fora, se ka drejt për shembull edhe gruaja. fëmijët për shembull. Mirë ka, po, nëse ndodh, do me thonë me kohë. Nëse gruaja për shembull nuk ja kurzon, nuk ja vnon këtë kusht, do me thonë prej fillim ose i thotë ti je i lirë, ti mundesh mu martu edhe një herë, atëherë pse mos mu martu? Nuk du me kundërshtu, po në qoftë se gruaja e gjon një burr, tash që shpikon drejtën burrit e Islami, atje e mytin me gura, po që ti në Afganistan. Jo, burri njëjtë. Valla, jo, se kom po, e kom po të myt një gru, do video, nëse s'janë mund. Po, në kohën e pejgamberit, vishte spjegoj. Në kohën e pejgamberit sa mëson 2 vet janë dënuar për tradhtim, për immoralitet. Është një gru edhe një burr. Burri e ka pas emrin Maiz, e gruaja tjetër e ka pas Gamidie. Gruaja e cila ka ardhur te pejgamberi sa mëson është ankuën, e ka thonë jam bartës. I ka thonë pejgamberi sa mëson shko lindë fëmijën. Pastaj ka ardhur ka thonë e kam lindë fëmijën, ka thonë jo, shko rrite. Plotsoje. Rrite fëmijën e pastaj kjo është një test për sinqeritetin e saj. Po e njëjtë ka qenë Maiz, burri i cili ka ardhur te pejgamberi sa mëson ka thonë e kam bë këtë vepër. Pejgamberi sa mëson i thotë i sigurt që e ke bën, se ka vetë 3 herë. Të e di se çka do të thonë kjo, thot po thot, e di thot. A e di thot sikur ajo kofja kur sharon në ujë. A e ke bën të njëjtën gjathët, thot po. Atëherë pejgamberi sa mëson pasi që e konstaton e thirrë dhe njerëzit tjerë, a është me men ky mirë? Në është ti që kish në rregull. Është se edhe këtu duhet shumë mirë, domethënë me zbërthy situatën. A është mirë si që kish ky personi i cili pretendon se ka bë immoralitet? Ka thonë po. E atëherë pejgamberi sa mëson ka dhënë urdhër që mu ngurzu. Edhe në momenti kur është ngurzu ka dashur me ikën, po ka vrapu Omeri radhiyallahu anhu ka kap, edhe ka thonë pejgamberi ti kisha lënë me ikë. A është se Islami apet ka në shirë. Deshta shkurtimisht para se me kalu tek naimi tek psikologu. A ka në rast veçantë domthon ku lejohet me pos 2 gra ose 3 gra, në gjitha rastet për shembull, se ka dikush që është emisionin thotë po bëj kam marr 3 gra, me nerë shka një merr. Jo. Ma mira për më dobet parë marton me dytën. Ajo është drejta e tij, është çështje private, personale, është nuk s'tashti askush kërkon se ne obligon kur gjë. Me konë se gruaja ja ka vënë kusht me fillim, atëherë burri jetë me një gru. Me konë se nuk ja ka vënë kushtin. Se unë për ditë jam në seancë, ka edhe probleme edhe te fëmijët pastaj. Me gruën e parë, me po çdo të ishte me dorë, po. Tani kanë fëmija përzihet emocione ndaj të oltët, pra. Nuk kanë ndjenjë atë njëta si sigurisht po ishte me dorë bob si një nonë bobe or çorçaçu ta njerë. Tash po kalim tek psikologu, thash son dikon pse që kesh tek fëmija, ndarja e prindërve, për shembull, marrja e dytë, që po thot avokati ortakja, psikologës. Ndikon shumë keq. Unë kam pas raste, kur kam pas raste kur burri ka pas 3 gra, ose ka pas në këtë rast për marrë një grua dhe një dashnore që ka pas gati zyrtarisht, të më thonë që ka majtë lidhjen njëkohësisht me dyat. Edhe ambientin në shtëpi u konë shumë konfliktuaz. U konë shumë problematik. Do me thonë, fëmija njëhen që s'pidon baba, njëhen që i ka braktis baba, njëhen që baba shku tjetër ka, që si ka dosht kur. Mas ne raporti i nonës fëmijëve me babën, me burrin, do me thënë bëhet shumë problematik, po shumë konflikte, po shumë të lashe, edhe është shumë vështirë me pas një funksionim normal, do me thonë në qatë mjedis, në qatë shtëpi. Kur po them, kam pas si raste ju që kanë jetu
njëjtën shtëpi të dy gratë ose dy familjet, po që personi ka pas me të dyjat. Po thotë që ndikon keq apo? Po gjithçysh. Lind pyetja si ka mundësi që koroni, domethënë, diçka që ndikon keq na nxit me bë. Tash kjo është pyetje për Hoxhën. Po për Hoxhën e pikërisht. Unë po du me dhënë një mendim. Pa problem. Unë mendoj që megjithëse unë thash edhe vetë, edhe thot Hoxha që Kurani është inspirim tamam hynor, është i shkruar me mesazh që ka ardhur përmes engjullit të Zotit, të Xhibrilit. Po unë mendoj që pak konteksti kohor ka rëndësi. Çka po duhet me thonë me këto është që ta zojmë kohë të luftrave. Na dim që në luftë vdesin kryesisht burrat. Do thonë edhe ka mbetet një numër shumë i vogël i burrave me një popullat, me një vend. Atëherë është një kontekst historik, një kontekst shoqëror i jashtëzakonshëm, ku mundet me pas domethënë një lloj logjike, një diçka e çështës. Hoxha në këtë rast a pajtohesh ti hoxh? Po, pajtohem plotësisht në këtë rast, mirë po në indi që janë 4 në Kur'an nuk do me thonë nëse një gjë lejohet edhe ajo nxitet. Është me patjetër. Nuk është e patjetërshme. Kjo edhe ajeti në fund thot, nëse mendoni se do të jeni të padrejt, atëherë ju mjafton një. Me të kuptohem jam rreth. Nëse mendoni se mundi me qenë padrejt, po nësë pas ka nevojë me vetë për dytën hoxh. Jo. Hajde tani theksojmë, çështë se tani mos kem të lozhe. Grava ka të mirë se tani për të viva. Ato dha psikologu shumë me rëndësi për konteksti kohor, po edhe konteksti faktik. Për shkak në ndije. E më po me vetë çdo thënë me drejtëre për të ka më marr ditën grua. Ndi ka një statistikë që janë 4 mars që ne. Shpikë shtyra avokatit apo çe? Tash ç'a më bëu tash ata s'ka fam na mjaftu shumë. Po. Apo po të kesh shtyra aty ja? Kur thas s'bën me vetë gruan e vor për dytën, ko çe kesh? Ja mos më kesh nëse hiksoj punë. Atje në Afrikën në Amazon i ka një gruaj. Për kris beloja. Ja. Zotë të ç'bë. Një gruaj ka 50 burra, e kështu me radhë dikun i ka 20 person 20 gra. Mirë po Islami ajo shese te arab, domethënë në historinë islame, e ceket domethënë para orës së Islamit kanë pas njerëz më shumë gra. Më shumë si 10. Tregohet me një tregim ku një person erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pranoi Islamin. Edhe i kishte 10 gra. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë atij, zgjedhi 4, e tjerat liroj. Thënë kufizimi është këtu. Ato pra të vetë si për dashni. Po duket pesha dje të kryet të duhesh munda, i shkurzu. Edhe një gjë shka lejohet, nuk do me thonë është nxitje. Nuk do me thonë patjetër për çka lejohet. Mirë po në rast nëse ndodh, atëherë kemi fakt, kemi argumente prej Kuranit se ka ndodhur më rresh. Se më mirë është mu martu se sa me bë tradhti edhe. Po thash dorë baherët? Edhe kështu që sa ka zonë çat Barcelona që i ka thonë ai Hoxhës, ka thonë ç'po mundë ka 4-5 gra, ka thonë si jo veç na i kena me letra, a di. Pashiçore i ke. Më mirë mi pas pashiçore. Ne me këtu me morra për guj sana, janë dalueshme me leç? Çfarë thash atë më të? Po de? Që morën gratë për shkakun na për guj këshia sana. Ja, me leç nuk janë të rregulluar, por nëse shkruan në Facebook, koment, bën shpifje, pra, është ligji për shpifje. Qeveria e ka morra për guj atij. Kërrej diçka ose e ka ofenduar dikë, ai ligjin e bani pa di, shkon Jo. A që bën llak, kështu nuk i rregullon këtë ligj. Po më duket pishon gjikota, atë kish dalë interesant disa uns. Tu mona për gojën me zetë gratë. Po unë nuk. Për me zetë, atë që dalë kështu. Po peçatushit niset konflikti. Po ç'te. Konflikti ndërmjet polëve niset. Çi ka thonë dvoglet e janë mullat bëjve pinë dhënta, ç'është? Mes fjalëve, bra. Kalosja zakonisht kalosja është verbale. Ai ke po këta mërkimtar që ai rasti me Abdullah Hutin. Aja ishte verbale, një koment i shkurt kam ta bëu kështu, përfundoi në gjykatë, u dënu me xhop 2. Po dhe me kusht, edhe so shërin ja po. Po dhe sa ke po tash është, sa dia shavonit të shtëpisë, nuk ka zonë kujdes çfarë po folni se ligjet e Kosovës. Po për shembull, më mirë sinqerisht tash po të sa më mirë të vej për penale për shembull kod rose, ke po gratë rrugën nda për katon më kanë ndodhur në mesvetë, e thotë sa dia shavonit të shtëpia kam i kallzu. Më ta bëu kështu, a mund për shembull mos e rast. Po, mund të kanusje, po. Mund të konsiderohet si kanusje nëse pola nihet në ang apo në shqetësim. Në ang ai bon ja shavoni është i madh, ku e di ti sa. Kanusja është. Po. Kemi shkuar me vlog marketingu edhe ish me këthy në pjesën e dytë. Marketing kthehemi pas pak. Hajde pështuj pianizmi. Mirë ta këshyrim. Po, hajde besar bëjmë isto letra.
Edhe sosa drejtimi? Edhe një 10 minuta edhe kryu. Okej. Ka të zojt do... Bile Besar. Se? Rukje betës në bën një voa. Bon. Qa vove? Qa më ve u Besar? Qa më ve? Besart. Besar, qa më ve? Besart. Besar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Besar. Mos bënaj gore, Besar. Se e kozanot, Besar. Qu do? Qu Besar. لا يجد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Qu bë Besar. لا تأخذه سنة ولا نوم Qu bë Besar. وما في الأرض من Besar. يشفع عنده Hey, qëli besyt Allah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Qu bë Besar. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده Qu bë Allah rrejt qute. وهو العلي العظيم شوف Me li بسم الله bëmë بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Qu bë mos bënaj gore, السميع Besar. العليم من الشيطان الرجيم A për mes jemi njërë borë? بسم الله بسم الله Samir. بسم الله بسم الله Ty bësi. بسم الله Mirë e tash. Tash i mirë. Qa ki ve këtu? Qa ki ve qa po këtu? Mos bënaj gore, Besar. Mëse vot, që kena pa? Dojsh. Rëq shtu pa. Ha? U më të shumë. Që bura gjatë kënë njeri. Ty bësi. Qa ki e borë? Ha? Po shaki o vlo? A bërë me ditë? Pse shaki e pa qep këto kuqa bura në tyrë? Mos bënaj gore, për me ki pa qep jenë? Që të bandë bona qollë? Ty i pistik fa. Po mu jem rri. Pira, t'ja bile një astek avokatit. Po, Se ja mora unë u bris. po, shkojnë agent. Ishtë t'ja bine. Keni bërë brite. Bare shiva jem. Boj. Mama e fatoj ka. Po të lakë ku janë bërë. Në të këshpetimi gojtë. Shtu se kesë këna lënë pa. Po A pëdën jo? Në Si shkeme gëllë? e të kesh. Ja mirë. Në A rrë pëdën mo? shatrë. Hoqë, a pëdën jo? Jo, faleminderit, jo. A pëdën ti mo? Jo. A pëdën jo? Jo, bre, jo. Shumë. A o shumë? Mirë, ja mirë, hajtë. Ma mirë për Po, dhe? Në bazi për fillimit. Ja, bëj për dhe he. Jo, më shfarë. Me bëllë dhe për fillimin. Vallaj, Ta shkojmë. Hajde, mjo. Pi blogit, po pi blogit. Jemi këti prej blogit të portë të marketingut. Në ndodhë një me pozicë e kësha lyp letrat burë. I e të dajnë, në të mënu që të bajë, gore vëlloj për dhe. Po ja gjia dela gjysën e ujtë në kryje së që njeri. Besar ta i mirë tash, po. A për që ndodhe në ostët? Po këti ndodhe për me burë pa prej kërkosh. Se shkeli ligjin, këta duhe kanë fjollën. E, a gjestën e kom po që orëzuam, dhe pa ti kam shumur, Ky pa e këshu kërkush orëzuam. Së më shërë mu se pamë kur fa ligje se shkeli. Këta 2 mujtë me dho, vendim. Po kjo avokati, psikolog, avokati nuk o qumë një mu, se ka thonë ati më së të mbrok në vej për penalit. Ma le më fojnë mua, të kësë. Nuk marrë Pak pjesë. më bëjë din ligjet. Tu e gjatë qujnë një mu, të me avokati së liverite, Unë psikologi. jam për procedura, mos anë. Pasi si të grijut. A dhe që ti vetë me vetë, e shqyqyrë që ndu dhe shumë vjetë une. Edhe ju lumë dhe Jo, avokati. e ku pas një një farë se shtë, ta ingoj një unë e lojme. Dhe dha, sa, s'pas ka po sot, s'ka mytë kërkur. Do në tek një fenomen që të më thonë ka ndodhë, realisht ju që na po dojna me botë modë ose me po buj, po ndodhë një fenomen të mënë atje në Top Channel në Shqipëri? Dhunë, do më thonë, drejt për drejt në televizion? Po, ja, Çka mendon ju për atë rast, avokat? Të fillojmë për ti. Por është edhe, nështë edhe lojë e show që po zhvillohet dhe është bo tash si praktik që me pas konflikte mes... Show që është të mja qitë synin për taj njeri ta?
po them që mund të jetë pjesë e shoh, po ajo ke faktikisht një vepër penale, e cila u trajtu si vepër penale, dhe u arrestu në mënyrë publike nga policia e Shqipërisë, u trajtu dhe u largu, më duhet. Ishte u largu se nuk e kumë përcjell me vëmendje, por besoj që dhuna në shoqëritë demokratike shqyrë, edhe të shqiptarë pra në Shqipëri dhe Kosovë, është e patolerueshme, është e sankcionueshme dhe secili ka më nënshtru procedurës penale. Dhe jozja, si quhej, ju nënshtruan të njëjtës procedurë, ndërsa aspektet tjera janë për të... Ja, monit për shembull se ku dëgjoj rase që diçka është përpara në kodin penal të se din këto aktuale nuk e kum po, por në kodin penal përpara të Krahinës ka shkruar që rroja është marrëveshje fizike ndërmjet polëve. Po ku ka interesant se tërë që kjo. Pra, kur përfundon me fjalë, bëjmë marrëveshje fizike, i bie si këmbë ta iki, më ai, këmbë të gushtu. Pra është një, pra kur përfundon fjalë, smerresh me fjalë, ja hen diku, atëherë kemi të bëjmë me marrëveshje fizike. Bile na shqiptarët kena pas kur bisedojmë me vjetë shumë hajtë se merrem fizikisht veshën e po. E pa mund me përdor që për shembull gjithsesi si denigrimi figurës, si personalitetit. A është vepër penale kjo burr, domthonë me për kan. Për çet personin fjalë që i kam shuar aty. Po ja, tash është kryesi veprës penale, trajtohet në procedurë penale, besoj që ka më dënuar me ndaj burgim me kusht apo me gjop, se di çfarë ka kodi penal i Republikës Shqipërisë, gjeste është viktim këtë rast, ndërsa aspektet tjera janë të shumë, tash s'po di është. Në tanë për shembull, mund me përdor gjeste ndaj diçka. Për çka? Po për shembull me bon ai padi për denigrim figurës, personalitetit. Po mundet, sepse nuk është lehtë para 2 milionë shqiptarë të shumë shpirtërore, shumë e vërtetë është. Po në bazë të ligjeve të Kosovës, po dhe Shqipëri besoj që janë, e kemi ligjin për mbrojtje të detyrime. Pa dosh me ofenduar dhe media tjerë dyqysh në Kosovortin apo si tabele çitës. E kemi të rregulluar me këto, por shumë pak Kosovë përdorëm në 183 është dhimbje shpirtërore janë të kompenzueshme me të holla. Por duhet një procedurë, duhet një raport psikiatrisë, kanë punë ekspertat si këtu që është Naimi të Laku i nderuar. Unë zakonisht i sugjeroj po, dhe kam 2-3 raste të fituar me për dhimbje shpirtërore edhe në kontest punë, që është shumë interesant. Kalim te psikologu, se bash psikologu ti takon me ful, domethënë sa ndikon dhuna e shfaqur nëpër televizion, nëpër media. Domethënë sa ndikon në personalitetin e fëmijëve tonë, njerëzve tonë që e shikojnë për shtëpisë ne. Hoxha shumë. Domethënë dhuna që shihet se fëmia kur e qyr dikon në televizion, e ka një farë admirimi, një farë pëlqimi, një farë për ato që është aty. Shumë e vërtet. Paka shumë që se cili ka qef me konë që ashtu si ajë që shfaqet në televizion. Si model e merë, po. Edhe e merë bashkë si model. Edhe që kjo menoj që është paka shumë problemi kohës moderne të na. Shumë e vërtet. Se në të kalumën, do me thonë, në ekran televiziv jenë shfaq artista meritorin, shfaq njerëz me kogja prapavi meritore, qoftë prej artit, prej kulturës, prej politikës, prej qka të qoftë. Asot, do me thonë, në ekran për gjësë cili. Sot, ajo që po shfaqet në ekran më nuk ka të bëj me kur farë vlere, po ka të bëj me ato se so klikime i merë, so njerëz e këshyrin, edhe fatkeqësisht, do me thonë, shumica gjonat që kemi sot në për media janë ma shumë anti-vlera se so vlera. Absolutisht, fajtu në plotësisht. Edhe kjo është njëna prej arsye pse na për herë më shumë po ndëgjojmë për dhunë mes adoleshentëve, dhunë mes fëmijëve, për dukuri degeneruese si dhunime, për dhunime të tjera. Ndikon të mëndë atë fenomeni vetvrasjes që po ndodh tash psikologjisht? Po mos të mëdhe, te fenomeni i vetvrasjes më shumë ndikon kjo do me thoni farë se na kena nevojë me pas mos më na pëlqy dhuna shumë, na dog diçka huja, keqe. Po kur ti ekspozohesh për ditë dhunës, dhuna ne, dhunë televizion, dhunë internet, dhunë në thonë të diqysh e hup ndjeshmërinë ndaj dhunës, bëhet kogja shumë normale. Po. E te vetvrasja më shumë është e lidhur kur përdorimi i rrjeteve sociale. Do me thonë sa më shumë që njerëz përdorin rrjete sociale, pak bën një lloj izolimi prej njerëzve të tjerë. Do me thonë ti sheh aty në Instagram, Facebook të shit njerëz jo të shku qatë shëtitje, jo të kënaqsh me ato, të bë këtë punë, të shku herë një vikend atje, herë atje. Ty morë shumë pëlqime që ka do qoftë dhe adoleshentat njihen për herë që janë më inferior, që s'po mujnë me pas jetën që be kanë njerëz të tjerë, njihen që kanë met për mas edhe kjo bën me u izolu. Mastaj shumë raste në këto rrjetet sociale do me thonë ka një farë ngacmimi dhune online,
ku dikush një fotografi që s'bën mjaqitja, qëtë online, që e kërcenar me komente, që e abuzon në forma ndryshme dhe këto mujnë me qudë me thonë një person deri te vetvrasja. Hoxh, po kthehemi tek fenomeni, domethënë i njerëzve që realisht ty ta kanë më shumë ke fush, ka shumë njerëz domethënë që edhe po e kesh përdorin fejen. Muslimani duhet me qenë i sinqert. Do thonë Përdonë jo xhallar për jepni shumë hapësirë tani dikura për bini pishmonit. Ka dhe xheroz për shkak që më mbështet në ku. Po kjo është Delaj bonti imam. Kjo është gabim i madh mëresh. Çdo musliman duhet mu trajtu njëjtë. Do thonë pa marrë parasysh a ka qenë figurë publike, këngëtar ose mos tham diçka tjetër, do një profesion tjetër, duhet mu trajtu. Fare ju lauç. Po dhe në njëjtën mënyrë mëresh. E tashti ne japëm shumë e favorizojmë një person. Se mojt i frundi, ha? E pastaj mendojmë se me të vërtet njëri është kthyer në fenë islame. Elçe Bajrakin. Edhe në fund është i lënë në lloç. E kjo është gabim është. Muslimani duhet me qenë musliman saher. A është ma haram, më falë avokat, a është ma haram dhe me thonë më qenë shtu sikur na, ma keq, dhe me thonë mos me qenë fort praktikus, po me qenë dhe me thonë qyshim të nkun, a dhe me thonë me dalë, me thonë në moj kum lanë krejt, edhe po këthejnë në feje, me lanë të në fejnë, mu këtu japet që ty kohon. Cila o ma keq? Ma keq është se është një ajet në Kur'an. Thëtë, Rabbena la tuzik kulubena. Kjo është dua. O Zot, mos na i lako zemrët. Bade id hedejtena. Pasi që ti na uzon. Kjo është rregull është. O Zot, mos na i lako zemrat. Pasi që na uzon. Ti i uzu, edhe pas të japet lakon për i të vërtetës. A ka mundësi më kono zem hoq me përdur fejen për klikime, për... Nuk është e mundshme se njëri deklaratat e ti janë shumë në vend. Në momentin kur njëri pendohet dhe uzohet, dhe pas taj vjen i ndron fjallët, i ndron deklaratat. Muzikën, dikush më kanë zitë për këtë vepër me bo, e kam porosi për këti, e manet e kam për këti, jo vetëm për shka këti, kjo nuk lejot. Kur pendohesh komplet. Se në islam është një ajet. O ju besimtarë, hini në islam plotësisht. Jo gjysa. Jo gjysa. Jo ki i tashti e nesër, jo po këthena mas ku ju më kam. Shtu që në islami nuk lyp. Islami lyp, ja ki mu drejtuon sikur që duhet, ja ki me me që ati ku një. Ja ki mu po njeri asgore. Ja ki mu po njeri. Po njeri, masi që ullëzohet, e kupton se shka është e vërtet, e kupton se kjo është ndalume, dhe vetë pretendon se është ndalume, edhe në fund, pas ta i rikthehet, kjo është shumë gëmë. Sikur, dikush me ta dhonë një dhurat tyje, dhe nëse të djava dhe i këmë pishma, bima dhurat e masë. Me legjë mundësh. Dhurat dhe që mund t'ja merë dhurat morsi, dhe që është dhurat morsi është një minjos. Nuk është një kulturë mirë. Nuk është një kulturë mirë. Deshta mund të lidhë të avokati, se për shumë ta në këtë but, jo në butën tjetër, por në këtë but, në një farfurme janë të më thonë sikur ata që kanë më namon pytja, bëdi. Avokatat. Po normal. E lu qatë rola, vedet. Nga qesin atë i bëde. E kanë një role, kanë. Ja, na jena në kërkim të vërtetës, si detyri kena. Për shumë, në qofë se shteti e kopi individin, a ke posa i furta shteti, me polici, me prokurori, e burgus. Po, kur shkojnë në seancë, fitujnë na. Pse? Nuk u ko e vërteta që ata kanë menu për 7-8 mulla apo një vjetëve. I bjeni faktët. Dhe është një, me të drejtë është një farë mrekullie, kur arrijet më binë gjykotat që s'ka pos fajve persone prej fillimet. Dhe une kam këtë që të janë të dhanë kulminante për avokatën, nështë ta lidhen edhe me fejë, sepse e vërteta besoj që është shajt. Po, e vërtet. Pyetja e fundit për psikologën, thash ta vesa, do të me pas me pa tjetër çdo shkollë nga një psikolog, a preferohet? Po. Se ka rostë shumë që nisin prej shkollës, dhe më po nisin akmorit, ta në po del të Evrosja direkt. Ka shkollat të mdoja në Kosovë, ka shkollat që i kanë për minimin zonca, dhe ato du të me pas 2 nështë. E vërtet? është kogja nevojshme, mas ne ka shumë mundësi me edhe përpos që ka psikolog me organizu ligjerata për shëndetin mendor, për vetësimin shëndetin mendor, dhe me thënë tamam ka studime që aty ku ka psikolog, edhe ku ofrohen shërbime psikologjike, ka ma pak dhunë, ka ma pak dukuri degeneruse, dhe njerëz janë më të butë. Për gjithë qysh. Kam një farë dhe diskutime këto, nëse është e mundur. Po, më ne, pa problem. Mas pari ka stigmë të
ose si me thonë, ju gatishmëri kulturore, me thonë na dikuj shko të psikologit edhe nuk. Ose me thonë kërë Po të menon që është normal, po. Pro na si Kosovë do të më janisë me vidisu qytetarin tonë, krejt që ka jem, që me shku të psikologit nuk ka që ti si e mirë me ndrisht. Për kundra zë je mirë, bile. Brash. Bile këta e Se kur e di vetë që je shpjegu që do. E dyta e kom pas një rast ku menoj që psikologi e ka lyp një rol negativ, edhe qashtu e ka bërë raportin apo deklaratën që klientit tem i ka bërë shumë dam. Sepse nuk është detyre psikologut, veç me thonë që ka pas emocione, uskush, po ka pak e ka një detyrë në atë moment, edhe të vërtetë nëse ka një shtirja, si nuk dëmën dhe si artista që janë. E ku pas rastin kur për viktima e ka lujtë rolin, s'ka qenë fare i shqetësum, po e ka lujtë këshe pokoj, këshe bile edhe më grith e tjera, edhe me atë raport psikologët, me mendze e kom liru klientën. Pra ndaj menoj që psikologët, si kurse ne avokatët, do të ndërgjegja me ju dhesh ma shumë, sepse mu i më shkaktu shumë dame në palën tjetër. Me gjitha tonë, ke shaket dhe më home profesion njeri, avokat, psikolog, moderatura, peqore, se ki bashku të usho. Po, Përfundimi. Po, Përfundimi, apet është ati. Apet kë për që të s'po pazonë, vishë për në prata dhe në fond. Hey, që kam ju thonë tjetër, është ka një mesaj që të një për fond, po që i porë në telefon. Hud? Unë, mesajë jam është çdo profesioni të cilën e merë individi, personi, duhet me trajtu me plot sinceritet, me përgjësi, me emanet, me pas një të mirë në atë që ka e vepran, pa prapavija, pa mashtrime, se kjo si probleme tjera. Pa marë parasysh da është hoxh, a është psikolog, a është avokat, apo është gjykatës, apo kush do koftë. Çdo njëri bën përgjithësi. Pastaj përgjithësia është para Allahut, ose përgjithësia është domethënë para profesionit vet, se është profesion. Edhe njeriu në këtë rast nëse nuk e punon me përgjithësi, domethënë me emanet, me sinqeritet, e hup edhe punën e vet. Kështu që edhe Islami është ai i cili nxit domethënë me qenë i drejtë. Sigurisht që është ajeti ndihmoni në punë të mira dhe në devotshmëri dhe mos u ndihmoni në punë të këqija dhe në armiqësi. Kjo është moto e çdo njanit dhe kështu që duhet çdo individ me pas parasysh këtë mesazh. Faleminderit shumë. Psikolog? Unë i bashkangjit në domethënë porosisë Hoxhës, në psikologji e kemi një kod etik, cili duhet me qëndru mbrapa. Edhe parimi i parë në kodin etik psikologut është mos bëj dëm. Edhe mendoj që ky parim mos me bë dëm, me pas shumë kujdes mos me bë dëm tjetrit, i aplikohet edhe profesionit Hoxhës, edhe rukjegjis në këtë rast, edhe profesionit psikologut edhe secilit profesion tjetër që është i natyrës njerëzore, se ka një herë të thirrën ato që po bën mirë, mund me bë dëm shumë më të madh se sa nështë çfarë mire që mund është me sill. Prap i kam në mendje ato që i thamë në fillim. E vërtet. Kur i thuhet njerit je prek kësaj, je prek asaj, ka pushtu e të tjera, domethënë kjo mund me qenë për shëndetin mendor traumë mbi traumë. Dhe mendoj që duhet me kursy njerëz pak a shumë. E vërtet, avokat? Po, mendoj që prej që ekziston thuaj se njeriu bëhet fjallë për ndershmërinë. E ndershmëria në kupton këtë pros, ndërgjegjen, sjelljen. E kam një shprehje shumë të bukur që e kumni për avokat, thotë, nuk nevojitet me ditë ligjin, por nevojitet me qenë edhe njeri i mirë. Sepse një avokat i mirë shumë konflikte. Shumë e vërtet. Parandalon vepra penale. Absolutisht. Dhe plot polë ju tham që para se me marrë një veprim në vendim, bëma një telefon, një mesazh, veç kallëzon çfarë do më bëj. Dhe unë mandej të këshilloj, e bën vepër penale, ja shësherën, edhe kështu e zvoglojmë numrin e veprave penale. Dhe e ruajna familjet, se edhe te familjet është problem shumë i madh në familje. Duke e ruajt familjen, e ruajmë edhe shtetin. Me një konsult vogël, me një këshillim të vogël, të jep shtani familje, sepse fëmijët janë ata që pësojnë më shumë për shkak të madhorës. Faleminderit shumë që ishi sonte me ne, Nesim Demiri, faleminderit shumë. Ne jam të lauko.
psikolog, faleminderit shumë edhe avokatit Gjevdes Makiqi, faleminderit edhe shikuesve natën e mirë, ka që ishte person të shihim javë tjera, sigurisht.